Mes pensionit, vetmisë dhe nevojës për shoqëri dhe për kujdesje, të moshuarit në Roskovec kanë tashmë një hapësirë ku mund të kalojnë orët e lira në shoqërinë e njëri tjetrit. Në ambientet e qeta, çlodhëse dhe argëtuese të qendrës komunitare, kryetaria e Bashkisë Roskovec Majlinda Bufi ka ndarë kafen e paradites me pensionistët, një takim ndryshe që nuk ka qenë vetëm një moment shoqëror, por edhe një mundësi për të dëgjuar nga afër mendimet, shqetësimet, ankesat dhe kërkesat e tyre. Kjo hapësirë e krijuar në kuadër të projektit Kafja e Gjyshit, synon të shërbejë të moshuarve jo vetëm për të kaluar kohën, por edhe për të ruajtur lidhjet sociale, për të shmangur izolimin dhe për të qenë pjesë aktive e jetës komunitare, është shprehur kryetaria e Bashkisë Majlinda Bufi. Sipas saj, projekti është bashkëfinancuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, si dhe nga Bashkia Roskovec. Sot këtu, siç e shikoni, në qendrën komunitare të Roskovecit, në hapësirën e dedikuar pensionistëve, gjithë atyre qytetarëve burra, po në fakt edhe burra, edhe zonjave, ku krijohet një ambient i përshtatshëm për të socializuar njëri me tjetrin, jo vetëm për të luajtur, për të kaluar kohën, edhe paradite, edhe mbasdite, por edhe për të pirë një kafe, për të pirë një ujë, një çaj. Dhe në kohën e drekës, edhe sipas një projekti që ne kemi me Ministrinë e Punës dhe Çështjeve Sociale, për të mbështetur me një hap ushqimor të gjithë ata pensionistë të moshuar të cilët janë të vetmuar. Këtë vakt ushqimor që është drekë, ne u çojmë nëpër familjet e tyre, janë gati rreth 25 të moshuar, që e marrin të ushqim çdo ditë. Kjo është një mundësi shumë e mirë, që ne si bashki e japim si shërbim për disa vite rresht, duke të vazhdojmë të mbështesim moshat e treta, jo vetëm me të shërbime, por për çfarë do lloj nevoje që ata kanë. Bile mund të them që ne kemi shtuar edhe një infermiere në stafin e bashkisë, me kohë të përkohshme, jo në orar të plot, në orar të përkohshëm, që jep shërbimin e, po themi, disa shërbime të thjeshta shëndetësore, se matje tensioni, apo ndonjë medikament të thjeshtë, të cilat jepen lehtësisht nga një infermier. Të shërbime japim edhe në qendër, ku jemi tani, por edhe në shtëpia për ata pensionistë të vetmuar që ndodhen në familjet e tyre, pa të afër pranë, pa fëmijë pranë. Bashkia e Roskovecit gjithmonë do të jetë në mbështetje të moshave të treta. Çfarë duhet përmirësuar? Po mendoj që ndoshta tu duhet kemi pak më shumë infrastrukturë për të përshtatshme, për të shtuar, po kemi edhe këto pajisjet, çfarë duan. Ndoshta mund të shtojmë pak shërbimin në përnjësit dhe për fshatra, cilin ne kemi të vështirë për shkak të transportit. Kjo është një mas që duhet merret, ose nga ne si bashki me buxhet të shtuar, ose në mbështetje me ndihmë nga Ministria e Përkatëse. Në mënyrë që të moshuarit në përfshatra të ndjejnë të njëjtën mbështetje siç ndjejnë të moshuarit apo pensionistët në qytet. Është një mas që ne kemi vënë në planin tonë dhe besoj që do ta realizojmë vitin që vjen. Për pensionistët, kjo qendër është më shumë se një ambient ku mund të konsumojnë një kafe, është një vend ku mund të takojnë bashkëmoshatarët, të bisedojnë, të argëtohen dhe të ndihen të dobishëm dhe të përfshirë në komunitet. Ata vlerësojnë dhe shërbimin falas që u ofrohet pensionistëve përmes bashkëpunimit të qeverisjes qendrore dhe asaj vendore. Për ta, kujdesi dhe respekti ndaj moshës së tretë nuk është thjesht një detyrim institucional, por një vlerë njerëzore dhe shoqërore. Jemi shumë të kënaqur për arsye sepse këtu ne gjejmë ngrohtësim me shokun. Llafosemi, bisedojmë, lozim. Kjo infermiera që na kanë pruar kryetaria për mua është gjëja më e mirë, se ne jemi të pensionista, masim tension në ditë ku jemi. Në një shqetësim tjetër që kemi nevojë këtu, na është bërë kafja, çaj, çfarë kemi dëshiruar, jemi të kënaqur. Çfarë do të ndryshojë bashkia? Kam një vërtet vogël. Po patë mundësi, na lini edhe një punojse për mbasdite, 2-3 orë. Do ta rregulojmë. Po rritin mirë mbasdite. Po s'kemi ku vemi mbasdite. S'kemi ku vemi mbasdite. Po çka kanë ne këtu? Po mirë. 2-3 orë. Çfarë do të ndryshojë për të përmirësuar më mirë shërbimin? Orari mbasdites. I bet po orari mbasdite që to ty. Minjata ajo rrugët me pjesëtar. Që të marrë pjesëtar për shkëlqy. 2-3 orë. Ndjeni të përfshirë në jetën e komunitetit të Roskovecit? Normale që ndjenë.
Jemi shumë të në... Më falë, pse emigrojnë të rinj? Nuk ka punë në Shqipëri, për shembull, shumë të rinj, ha? Edhe Se duhet ikin njerëzve? për mendimin tim shumë gabim bëjnë. Koncepti që hëtë ikim jashtë, koncept. Se po të marrësh me arsyen ekonomike, tani për ta thënë, del me humbje ande edhe këtu s'ke fitim. Del me humbje faktikisht, atje do paguash shtëpi, këtu ke familjarët, ke fëmijët, ke gjithçka. Kurse atje do marrësh atë pagë, ngjoja më të lartë, po do i lësh tek shtëpia, tek kiraja. Pra, kjo është këshill që u jep një juve. Shumë i kënaqur. Sa kohë ke që e frekuenton? Sigurisht hapur qendra, nuk e di se më. Nga vini ju? Avatos. Kam lindur këtu, jam rritur këtu dhe kam ikur në shtëpi Patos. Ku jeton Patos? Patos. Mi që ande për të kaluar kohën këtu, ha? Që s'kemi. Ne na kalon tek aty ku bën shumë. Ose shkruhet aty. Po e editon. E di mirë ti sikurozën ata. Një moshë kur shumë prej tyre përballen me vetmin, largimin e fëmijëve apo kufizimin e mundësive për të qenë aktiv për këtë kategori të shoqërisë, hapësirat e mjediseve të qendrës komunitare marrin një rëndësi të veçantë. Sipas kryetares së Bashkisë Roskovec, qendra qëndron e hapur nga ora 8 deri në 16, duke u krijuar të moshuarve mundësi për të biseduar, për të argëtuar dhe për të kaluar orët e lira në praninë e shoqërisë, dhe po shihet mundësia e ofrimit të shërbimit edhe në orët e pasdites, sepse për të moshuarit, ndonjëherë një kafe, një bisedë dhe prania e një miku në çdo orë të ditës kanë po aq vlerë sa edhe shërbimi social.